Në fshatin Pojan të Maliqit, aty ku aroma e trëndafilave shoqëron çdo hap në rrugicat e lagjeve, banorët u mblodhën për një festë që lindi nga dashuria për lulen më të bukur e më simbolike, trëndafilin. Festa e trëndafilave, kthyer tashmë në një traditë vjetore, është një ngjarje që mbledh bashkë komunitetin, institucione lokale dhe të gjitha grup moshat, në një ditë që përçon bukuri, aromë dhe shpresë. Çdo shtëpi në Pojan ka të paktën një trëndafil të mbjell në obor dhe kjo dashuri për lulet është bërë arsyeja për të festuar dhe për të ndarë këtë pasuri të përbashkët me njëri tjetrin. Atmosfera në sheshin qendror u gjallërua nga këngë popullore, valle tradicionale dhe stenda me gatime të përgatitura nga zonjat e shtëpive. Në fjalën e tij, Festim Tomori, drejtori i kulturës në Bashkinë e Maliqit, theksoi se kjo festë është shembulli i një bashkëpunimi të suksesshëm mes komunitetit dhe institucioneve. Është një festë që zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me njësinë administrative, me shkollën nëntëvjeçare dhe shkollën e mesme të njësisë administrative Pojan. Më mbetet të them vetëm falënderime, që janë falënderime për organizimin e mirë dhe bashkëpunimin e mirë që kemi me njësinë administrative, që kemi me shkolla me dyja shkollat, me drejtoresën e kësaj shkolle e cila normalisht punon shumë për të bërë festë. Ne vim me një koncert akustik, i cili do ketë një përbërje këngë, valle, muzikë, është festë. Njerëzit duhet të festojnë, të jenë të kënaqur të buzëqeshjet. Trëndafilat japin aromë të mirë dhe buzëqeshje të mirë. Ky është mesazhi që shojmë në këtë. Ndërkohë kryeplaku i fshatit Xhafer Gjyshallari sheh këtë festë si një shenjë shprese dhe vazhdimësie për brezat e rinj. Kjo është festë e trëndafilave, sepse gjithmonë trëndafilat janë lule dhe i japin shpresë dhe fëmijës, i japin oksigjen sa më shumë. Në çdo familje që ka mbledhur trëndafil, është e mirë për të mirën e të gjithëve popullit. Dhe ta gëzojnë këtë festë dhe ta kenë sa më shumë. Dhe bashkia të marrë fuqi më shumë, të mbledh trëndafila më shumë. Dhe lule. Në Pojan, aty ku çdo obor ka një trëndafil dhe çdo banor një buzëqeshje për të ndarë, festa nuk është thjesht një ditë në kalendar, është kujtimi i përditshëm se gjërat e bukura rriten me dashuri, kujdes dhe përkushtim, e ndërsa trëndafilat vazhdojnë të çelin në pragjet e shtëpive, në zemrat e njerëzve lulëzon krenaria për vendin e tyre, për një traditë që është gati të rezistojë kohës, me aromë dhe ngjyrat që vetëm një festë si kjo mund të arriti përcjell.